dëgjoni plakën time, bëuni të gjitha të ndryshme, mos kopjoni njëra tjetrën. Ju lutem se do na fusi, do na godasi me atë shishën e ujë, do na ndroni ngjyrën e fustanit dhe ndroni ngjyrën e brekëve, mos i merrni njësoj se Linda nuk i do qefi. Se do ngjojmë Lindën, se s'kemi çfarë bëjmë, do ngjojmë këtë se çfarë do veshim, çfarë do hajmë, çfarë do pimë dhe si do ecim përpara. E kuptoni, domethënë e morët mesazhin, e koduar. Ja në parlament unë i dalloj. Po. Edhe showbizi po të njëjtën fytyrë edhe nëpër TikTok. Pikërisht, të gjitha gocat janë njësoj. Po ndjekin linjën, kopjojnë njëra tjetrën. E kupton? Po. Tani ku ka gjë më të bukur që të bëhen të gjitha njësoj, të kopjojnë njëra tjetrën dhe unë të dal ndryshe. Një sekond tani. Të bëhen të gjitha si për shembull si të them, ose si Elisa Spiropali apo si Belinda. Tani ne duhet ta dim që për shembull Belinda Balluku është ministre. Elisa Spiropali është ministre. Tani po bën të tëra një lloj, do duken si ministre gjitha. Dhe nuk i dallojmë dot. Që kështu të paktën ministret të duken ndryshe. Të showbizit të duken ndryshe. Energjia jote negative ma shpif. Ne që ecim në rrugë të dukemi ndryshe. Energjia jote negative po ma shpif. Po do them dhe një gjë. Po ma shpif. Mënyra si flet, mënyra si edukon, mënyra ma shpife. Ma ke shpif po. Vetëm një sekond. Ma ke shpif. Një sekond. Ma ke shpifur. Unë të bëra kompliment, të thash je bëre bukur, ti u bëre bukur, tash të pëlqej vetja e deltu na jep energji negative. Ma ke shpif po them. Mënyra si trajton bisedën ma ke shpifur. Po kinezët. I ka grup. Që janë një lloj. Ndalo po të them. I identifikon dot. Ndalo po të them. Nuk i një dot. Kanë të njëjtën fytyrë. Je shumë negative dhe përcjell shumë energji negative në gjën që shprehesh. Mos ndryshoni, shkoni te Tregu Çam vishuni gjitha njësoj, shkoni te Zara vishuni njësoj, mos u ndikoni fare se çfarë ju komentojnë njerëzit për si visheni, si hani, si pini dhe çfarë bëni. Mos e ruani trapin, edhe nëse kur vëlloseni me lek në burg, edhe nëse jeni prostituta, mos e ruani trapin, ruani vetëm vaginën tuaj dhe shkoni kur vëllosuni, mos ju plasi trapi se çfarë thon njerëzit. Një sekond. Qofse doni su xhuk shumë. Dëgjoj tani, se bëra pjesë e bisedës. Je shumë negative. Jo. Edhe po mos i ketë lezet fustani, le ta veshi. Jo, prapje negative ma shpife. Ndalo se do të shaj tani. Ndalo, sa e neveritshme, sa grua e neveritshme. Unë si flas këtyre në jetën reale. Po të flasin në i grusi, kjo unë si avar fare. Këto lloj energjish negative nuk e duroj dot. Le ta veshi. Ndrysho po të them. Ndrysho se do të nxjerr nga dhoma. Kush do ndryshoj? Ndryshoj energjinë dhe mënyrën si flet se je gabim po të them. Mos i edukoj njerëzit çfarë do blen, si do vishen dhe si duken me njëra tjetrën. Le të duken njerëzit si ti ke qefi njerëzve. Unë për veten time nuk më intereson si vishen njerëzit fare, këtë ta dishe të dishti qartë, ase kam i disi... Po për çfarë po e diskuton? Po më jep energji negative mua. E di si vishen, pos më ka lezet robja, unë nuk vishen. Po ku i ka lezet varet, ka njerëz nuk e ka lezet asnjë moj dhe të veshin Gucci dhe Prada dhe Lux dhe Florit veshin nuk i shkon. Qa njeriu që është për zot? Ka njerëz ta veshësh dhe me Florin nuk i shkon. Jo, i shkon, po nuk din të vishen. Po jo moj zemër, po janë të ndara Mbretëresha do... Po janë të ndara moj zemër Mbretëresha, kishte veshjet e saj të veçanta. Po. Këpucët e saj të veçanta. Ajo ishte mbretëresh dhe visheshe me markën lëkurën më të mirë. Po. Dhe për çdo individ ka etik veshje, ka stilist. Kur bëhesh mbretëresh do ke stilistin te koka që do të stiloj çfarë do veshësh. Nuk do lodhesh fare për veshjet, për gjatë sepse je e komanduar. Je mbretëresh, por je e komanduar si mbretëresh. E di ti Elena që ne jemi popull që nuk dim të vishemi. Të lutem. Mos mi fy njerëzit, vishuni si t'ju doj qefi. Si t'kemi lezet. Ne do të vishemi si t'kemi lezet. Nuk kemi në orë edukimi e dashur. Nuk e kam hapur për edukim TikTokun. Energji negative dhe edukimi shko bëje me plakat, me hallat, me tezet, me xhajat. Je në TikTokun e Marinela Ysës. Kam qenë njeriu më pozitiv në planet dhe kur nuk i kam kritikuar njerëzit për gjërat edhe stilin edhe gjërat që kanë. Kritika është ofensë, është ofendim. Qëse dikujt i thu, nuk të shkon kjo, nuk të bën kjo, je duke ofenduar. Mirë, tani prit një sekond, më tregove një foto dhe nuk jam fare duke ofenduar, po duke edukuar njerëzit, sepse më ke treguar një foto të Xhensilës dhe e ka përedukuar gjithë Shqipëria. Ajo ka veshur një veshje të gabuar. Xhensila,
Ato veshjen që ke bërë, të lutem, ngjyrë mishi herën tjetër, jo të Ka zez. veshur pa dashje. Mishi. Dhe ajo nuk e ka ditë. Që do filmohesh e për keq, se besoj që ta ketë bërë me qëllim të keq. Por, nuk ka, shkreta e ka veshur pa dashje atë veshje, dhe nuk e ka ditë që e filmoni njerëzit edhe janë nxorë. Nuk i plas trapi fare. Madje do t'i shpërndahet sa më shumë, se fiton miliona. Do vazhdosh të flasësh më? Nuk i plas trapi fare. Edhe ta nxjerri nudo fare vaginën aty me video. Fiton lek nga shpërndarja, si unë që thashe du su gjukun e mathu shpërnda video, nuk fitova lek, fshiva video. Elena, ajo nuk të ka thënë ty të vërtetën. Po si kur ta ketë bërë pa dashje atë veshje. Unë mbroj çdo individ. Pa ajo mund ta ketë bërë pa dashje. Jo, unë nuk gjykoj Jo, nuk e gjykoj. në jetën reale. Nuk po e gjykoj. Ajo mund të ketë veshur një palë streqe, të cilën ajo nuk e ka vënë, i ka veshur me shpejt dhe ka ecur. Ti veshi, tecit, byth për jashtë dalin. Pa dashje mund të jetë filmuar gabimisht. Jo, ti ke energji negative tani po e ndryshon avash, faleminderit që po e ndryshon. Jo. Kujdes me energjin. Ti nuk më kupton mua se unë kur flas unë ti ndryn direkt dhe nuk më futesh thellë në shpirtin tim. Prishni lek. Qofse keni lek, prishni lek. Vishuni. Prishni lek për stil, për qenë stil. Prishni lek. Argjoni lek. Bukur pa degenerim. Bukur, po ja. Je gjykuse me këtë që thua. Degenerimi nuk ekziston. Nëse mu më pëlqen të nxjerr bythën, unë do ta nxjerr bythën se më eksiton nxjerrja e bythës. Dhe kështu më pëlqen jeta mua. Kush je ti të gjykosh që unë po nxjerr bythën? Je një bythshulte. Jo më jo Elena, dëgjoj këtu. Mos Si janë njerëzit? S'merren me veten, merren me Gjensilën që rrin palestër aty. Kundra mua mos më di. Ha, çfarë? Ha. Se do bësh me mua dhe do më kërkosh. Ha. Fali mos më kërko. Ha. E imagjinoj, dhe e them se Gjensila është shumë vajzë mirë, e shkëlqyer, por ka veshur një pastrece e cila ka ecur me shpejt për të vajtur, për të dhënë, eq një sekond, për të dhënë një koncert. Aty nuk e ka vënë re veten e vet, se si e ka veshur ato pantallona apo të fustana apo çfarë ka veshur. Po. Dhe të tjerët e kanë paraqykuar. Por ideja është këtu që të paktën të kuptohet që është e gabuar. Nuk është e gabuar. Jo, nuk është e gabuar. Nuk është e gabuar. Shu e shikoj. Ti je një gjykuse, një grua që s'ke ndetur në palestër, ke ndet në shtëpi, ke bë punë të shtëpisë. Ka ecur me shpejt dhe e ka bërë gabimin pa dashje, nuk e ka bërë me qëllim. Dhe nuk ka dashje që ajo video t'i dali. Dhe nëse Gjensila nuk e pranon këtë, unë e besoj këtë. Edhe njërë po të them, me vëmend. E kanë filmuar të tjerët për ta dëgjuar. Gjensila është europiane. Është me mentalitet europian, është këngëtare që para 10 vitesh. Gjensila ka kuptuar, më dëgjo me vëmendje, që Dafina Zengjiri i blevi Lamborghini Ferrari burrit me duke u veshur stil modern. Po. Gjensila po bën të njëjtën gjë, sepse pa që Dafina heci me stilin modern, me kërcimin modern, po e bën dhe Gjensila dhe është futur në tregun muzikor nëpër diskoteka. Sepse kjo preferohet, kjo klikohet dhe kur e shpërndajnë video njerëzit nëpër portalet e tyre, kur shkojnë i ndjekin këto në koncert, klikohen. Dhe Gjensila po e bën këtë për marketing, sepse do që të bëj lek nëpërmjet klikimeve, për të qenë qendër vëmendje. Më kuptove? Në qoftë se ne e komentojmë, ne nuk jemi duke jetuar jetën tonë. Unë kam qenë gjithë jetën duke jetuar jetën time. Çohesha në mëngjes, shkoja haja mëngjes te çokolatini, bëja shopping te Zara, vija në Elbasan, hapja palestrën në orën 5, bëja 2 orë stërvitje, flija gjumë, kisha jetën time, gjithkohon. Merja në i shoqen telefon, do vish dalim tam në i gjë, të pim në i gjë. Kam jetuar jetën time personale. Kur njerëzit jetojnë jetën e tyre personale, nuk shikojnë fare dhe nuk i njohin fare njerëzit rreth e përqartë. Do të ndryj vetëm 2 minuta të keqen aman. E di ku do të ndryj, sepse vipet nuk janë të sinqerta. Gjensila me një video duhet të dali me fjalor dhe duhet të thotë, këtë lloj video unë kam bërë vetëm me qëllim për klikime, ose këtë video ma kanë bërë të tjerët pa dashje. Po nuk merret Gjensila me këtë se është duke jetuar jetën e vet. Gjensila shpërndan videot edhe fiton lek nga klikime, thot sa ka shkuar shpërndarja? Ka shku shumë, okay, hajde fusim të reklamën. Fut reklamën ajo, ty si Ardi Xhebrea. Fut njerëzit të zihen me njëri tjetrin edhe fut reklamën e Banana Kingut. Bananet, çet bananet. Më kuptove? Është strategji marketingu. Nuk e u degeneruar. Po.
Më mirë degeneroj veten, thot dal me vagin për jashtë se sa të shaj njerëzit në rrjetet sociale. Kjo është vetëm mënyrë që njeriu. Atëre pse njerëzit duhet ta shajnë? Mos ta shajnë sipas teje. Po atëre njerëzit e shajnë sepse njerëzit e shajnë sepse njerëzit nuk shkojnë në palestër të merren me veten e tyre. Por rinë gjithë ditë e komentojnë mbythën e Xhensilës. Dhe unë doja që shoqëria shqiptare të shkonte në palestër, të merreshe me jetën e vet dhe kur ta shikonte Xhensilën super seksi, aty ti thoshin sa seksi jeta anksha bythën. Me koment kështu me qeshme ta anksha bythën se do t'ja haj grup bythën i gruaja po. Me qeshme, më kuptoni, domethënë një grua që jeton jetën e vet nuk i bën kur komente negative një gruaje tjetër. Sepse nuk ka kohë, fare, vetëm po bëri në pozitive. Po jo, vajza si ty nuk e paragjykojnë kur Xhensilën, po. Po ti pse s'vetë në palestër? Po unë s'kam nevojë se kam trupin super. Domethënë i bie kështu se unë nuk marr vesh në TikTok me Elena, prandaj bëj gjithë këto pyetje dhe njerëzimi nuk e di pse është kaq i agravuar. Dhe pse shaj njerëzit kaq shumë. Atëherë thashë the me Xheskat, janë gra të cilat bëjnë një punë të caktuar, janë këto të nivelit më të ulët të shoqërisë, gra të nivelit më të ulët. Ti edhe pse s'ke pas lek nuk e qenë thashë the me Xhia. Ti ke qenë shumë lart, ke qenë njeri kështu që vetëm flisje mirë i doje njerëzit. Nuk paragjykoj askënd, po ka gra që janë të varfra dhe janë shumë paragjykuese. Paragjykimi është dhe të varfrit dhe të pasurit. Janë njerëz që shikojnë tjetrin edhe e komentojnë me xhelozi. Xhelozia është që nga shikimi këto, kam pasur unë shumë shoqe që më shikonin kështu, shifi që këto? Po. Unë i kuptoja që nga shikimi këto që më xhelozonin, se më shikonin kështu, shifi që këto? Unë vishesha, bytha zar, flokët zar, dilja, më shikonin gjithë ato më shikonin ju. Tash i çati thoja unë asaj, pse më shikon ashtu, do edukoja atë pse më shifte ashtu mu, për ta rrafs do rrifja gjithë qytetin e Elbasanit. Ose Tiranës, edhe ikja, shikoja punën time. Pra ka një mënyrë për të ecur përpara. Mos shiko si të shikojnë. Shiko telefonin, punën tënde ik. Vazhdo punët e tua, merru me punët e tua. Nëse populli shqiptar do ishte me karakterin tim, do merreshe me veten e vet dhe nuk do merreshe asnjëherë me të tjerët. Këtu ne do kishim shumë femra të suksesshme, shumë çuna të suksesshëm dhe një shoqëri europiane reale, me sportistë, artistë, njerëz të kulturuar dhe njerëz që nuk të krijojnë kurthe për të degeneruar apo për të dëmtuar. Ne jemi një shoqëri e dhunshme sepse këtu askush nuk merret me jetën e tij personale. E diti Elena që një sekondë. Edhe nëse kanë në Terezi prap merren me tjetrin. E diti Elena që kanë 34 vjet, që kur ke lindur ti 33 vjeç, që këtu nuk ka fare edukim. E diti? As te profesori nuk ka edukim. Si ka mundësi të paktën profesorët duhet kishin bërë një edukim në Ndalo, Shqipëri. ju lutem, të lutem mos fol më. Të lutem, po të them edhe një herë. Çfarë edukimi po thua? Çfarë edukimi? Xhelozia, janë njerëz të vdekur. Do të dukesh e vdekur? Je e gjallë apo je e vdekur? Ta marrin vesh, na i thuaj. Si e shikon veten? Të gjallë apo të vdekme? Sepse ajo që ti flet tregon je e gjallë apo je e vdekur. Njerëzit njihen nëpërmjet fjalës, nëpërmjet energjisë. Do të jetosh e vdekur apo do të jetosh e gjallë? Ka 2 mënyra dhe 2 rrugë, nuk ka 3. Në qoftë se do të jetosh e vdekur, te edukojmë të, tregullojmë të, doktor, vishe këtë, je vdekur. Qoftë do të jesh e gjallë. Marinela, si kalove, si e, çfarë libri ke lexuar sot? Ua, do ma tregosh pak thelbin e këtij librit, më bëre shumë kurioze. Ka më sugjeron ndonjë libër që ta lexoj se s'dua të kopjoj ty, po ndonjë libër tjetër, çfarë më sugjeron? Njerëzit e gjallë kanë adrenalinë si puna ime pozitive, që bëjnë komplimente dhe aty ku komplimenti nuk mund të bëhet. Kanë një dashuri për veten dhe dashuri për njerëzimin. Kur unë dal këtu, kur unë kam dal këtu, nuk kam dal për të edukuar, sepse edukimin nuk e realizon dot me 196 veta këtu. Kam dal për të gjykuar. Kam bërë gjykim, se po t'jetë për edukim, të flasësh për edukim këtu 5 veta rrin live. Më kupton? Sot do t'ju edukojmë se si të hani ushqimin, nesër do t'ju edukojmë si të dhisni në mënyrë të shëndetshme, si të kapeni. Nuk ekziston edukimi. Ekziston gjykimi. Dhe mua më lindi dëshira të gjykoj
njerëzit të cilët më kishin gjykuar pas kuintave. Ato më gjykuan të gjithë, populli, vipa, qa ishin më gjykuan pas kuintave, unë ju dola drejt për drejt, ball për ball, live në TikTok dhe i gjykova drejt për drejt. Kush mendon që jam poshtë, është poshtë vetë, sepse një gangstere del dhe ta thot drejt për drejt në sy atë që mendon. Dhe i tregova popullit shqiptar që bollna çavë trapin se jeni shumë negativa, vetëm gjykoni fsheftas. Në qoftë se keni një gjë negative për t'ia thënë dikujt thujani në sy, mos ikni t'ia thoni 10 vet, 20 vetave të tjerë. Sepse kjo gjë ju lë mbrapa, nuk ju lçon përpara. Kini kurajun t'jeni si unë, të vërtet, të drejt për drejt dhe të shikoni vetëm interesin personal. Sepse duke u marrë me punët e të tjerëve, duke qenë fansat e Marinelës, do ngeleni budallej për veten e juj. Ti je i gjallë kur mendon për veten tënde. Çohesh në mëngjes dhe mendon si do ndryshoj jetën time. Më përballi me sfidë të vështirë publike, më bëri të famshme, se ishte dëshira e Zotit kjo, që unë të bëhesha e famshme. Më dha shumë sfida gjatë famës, shumë goditje. Më goditi në ekstrem. Zoti, mungesa e eksperiencës, gabimet e mia, i përballova gjitha, çdo gjë. Dhe kur, dhe u përballa vetë me gjitha dhe mendoj që rruga që kam zgjedhur unë për të ecur përpara është rruga ime, por nuk kam dalë këtu të edukoj njerëzit. Por sepse njerëzit nuk kanë nevojë për edukim. Njerëzit kanë nevojë për një fjalë të mirë, të cilën nuk e dëgjojnë askund. Kur vinin tek palestra ime qanin, kur i thoja unë je shumë e bukur. S'ma ka thënë 30 vjet burri, tha, dhe qau para 20 grave gruaja e Elbasanit. Qau me lot. 20 vjet tha s'më ka thënë askush sa e bukur je. Jetojmë në një shoqëri ku gratë nuk i komplimentojmë gratë. Burrat nuk i komplimentojnë gratë sepse thoni hyj për vetë janë qef shkon tradhton. Shoqëri që është edukuar e mbyllur. I bllokojnë emocionet. Burra me emocionet bllokuara, gra me emocionet bllokuara dhe njerëz antisocial, antikapak. Dhe kur je një njeri i dashur, i ëmbël dhe shkon në televizion dhe i thua sa e bukur je, ajo thot tallet kjo me mu, e marrin për tallje sepse nuk i ka falur dashuria askush në jetën e vet. Nuk kanë energji pozitive. Jemi të mbytur nga fukarallëku i energjisë negative, jo varfëri ekonomike, se buk me vaj me krip tash nuk vdes, fillon punon stomaku. Këtu njerëzit janë skutha, spiuna, si në kohën që i persekuton të Enveri. Spiononin shokun, vllajin, xhajën, vllajin e vet e spiononin, i fuste burg Enveri për spiun për vllajin e vet. Se donte me vra vllajin për i metër tokë.